Dje zyrtarët policor në SPB Tetov kanë privuar nga liria një 41 vjeçar nga fshati Leshk, gjatë kontrollit në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të tij, të kryera me urdhër gjykate, janë gjetur dhe konfiskuar karabin 7 mm me dylbi optike, pistolet CZ 9 mm me karikator Bosch, pushk ajrore 5.4 mm dhe dylbi optike, si dhe fishek të kalibrave të ndryshëm. Dje rreth orës 20:21, zyrtarët policor të DPB Gostivar kanë privuar nga liria 6 persona, të gjithë nga Gostivari, si dhe një tjetër nga Shkupi, pas një denoncimi paraprak se në fshatin Kunov të Gostivarit ishte prishur rendi dhe qetësia publike me të shtëna nga armë zjarri. Në vendngjarje janë gjetur gëzhoja, ndërsa pas kontrolleve të kryera në disa shtëpi vikendi në fshatin Kunov, janë gjetur dhe konfiskuar disa armë zjarri, përfshirë karabina gjuetie, pushk gjuetie dhe pistolet, si dhe një sasi e madhe municioni. Dje dhe sot, në periudhën nga ora 22:30 deri në orën 1:30, zyrtarët policor të SPB Tetov në koordinim me njësinë speciale antiterroriste Tigri dhe njësinë për qendë shërbyes, bazuar me urdhër gjykate, kanë kontrolluar një shtëpi dhe një barak punëtori në Tetov, të përdorura nga një 36 vjeçar. Në punëtori janë gjetur 3 persona, një 19 vjeçar dhe dy të mitur 16 vjeçar. Te 19 vjeçari dhe njëri prej të miturve janë gjetur materie pluhur e bardhë, marijuan dhe 2 peshore digjitale. Gjithashtu në objekt janë gjetur kuti me materie pluhur të bardhë, si dhe mjete financiare në valuta dhe prerje të ndryshme pas së cilës personat janë privuar nga liria. Dje në orën 16:15 në Gostivar, zyrtarët policor kanë privuar nga liria një 30 vjeçare nga Tetova, pasi kishte sulmuar fizikisht vjerën e saj. Ajo është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plot të rastit ndaj saj do të dorëzohet kallëzim përkatës.